Vjeshta e këtij viti mund ta bëjë Kosovën me ligj të punës për herë të parë që nga përfundimi i luftës në vend. Projekt ligji i cili është miratuar në qeveri dhe i ka kaluar për shqyrtim parlamentit të vendit, pritet të kalojë nëpër një debat të gjerë deri në miratimin e tij pas pushimeve verore. Megjithë vërejtjet për shumë aspekte që rregullojnë marrëdhëniet ndërmjet punëtorëve dhe punëdhënësve, sindikalistët në Kosovë vlerësojnë me rëndësi miratimin e këtij ligji. Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se ky ligj do të jetë një hap shumë pozitiv për punëtorët, por edhe të papunët. Po ky ligj faktikisht do të jetë ai ligj i cili do të vëjë rregull. Sepse ne si shtet i ri tani, gjithmonë po dëshirojmë se ky shtet të funksionojë në bazë të ligjeve, mos cenohen të drejtat e atyre punëtorëve që janë në punë tani, po nikosisht të hapet rrugë për punëtorët tjerë që janë pa punë, për të rinjt posaçërisht të cilët presin për vendet e punës dhe përmes këtij ligji të bëhet një rregullim për çështjen e punësimit të tyre, për çështjen e të drejtave të tyre që deri më tani faktikisht ka mungu. Çështja më e diskutueshme në ligjin e punës sipas zonjës Gjylnaze Syla nga Komisioni Parlamentar për Shëndetësi, Punë e Mirëqenie Sociale është pushimi i Leonisë, i cili sipas projektligjit aktual parashihet të zgjasë 12 javë. Kjo ka nxitur reagimet edhe të organizatave jo qeveritare, të cilat pohojnë se 12 javë nuk është as minimumi që kërkon organizata ndërkombëtare e punës. Zonja Syla thotë se janë një varg arsyesh që e bëjnë këtë çështje të diskutueshme. Edhe pse qeveria me këtë projektligj ka paraqitur më tepër konceptin e amësisë, sipas mendimit tim duhet të ndryshojë edhe të shkojë në konceptin prindëror. Çka do thotë kjo është një koncept më i ri, më bashkëkohor, dhe arsyeja praktike prapa kësaj është se në qoftë se pushimi i Leonis do të jetë 1 vjet ashtu siç pretendojnë shumica e deputetëve, atëherë ndoshta sektori privat sidomos do të hezitojë që t'i marrë gratë në punë. Prandaj për të evituar një gjë të tillë, duhet zhvilluar konceptin prindor sipas të cilit pushimi do të ndahet në mes të 2 partnerëve dhe bara në këtë mënyrë nuk do t'i bie vetëm nanës. Arsyeja tjetër është sigurisht ekonomike, dim që kemi një ekonomi të pazhvilluar dhe nevoja për punë është shumë e madhe, por nga ana tjetër nuk ka burim më të madh ekonomik se sa vetë njeriu. Sidoqoftë, miratimi i këtij ligji do të hapte rrugë edhe për ligje tjera që kanë të bëjnë me gjendjen e punonjësve në Kosovë, e posaçërisht për shkallën e lartë të papunësisë në vend, që sipas sindikatave është përtej vlerësimeve zyrtare. Sipas statistikave që e jepin qendrat është diku 45%, po t'ju them të drejtën, kjo nuk është ajo. Këtu është një papunësi mbi 50%. Mbi 50%, sepse njerëzit nuk lajmërohen në vendet ku faktikisht janë entet nëpër komunë, qendrat komunale, atje të gjithë, sepse në një mënyrë janë të zhgënjur, se presin me vite dhe për ta nuk gjendet vend pune. Andaj ata njerëz nuk lajmërohen atje dhe për atë shkak është papunësia, numri papunësisë më i madh se sipas statistikave që jepen në Kosovë 45%. E kjo shkallë e lartë e papunësisë ka kurzuar një shkallë të lartë të varfërisë që përfshin mbi gjysmën e popullsisë, 15% e së cilës vazhdon të jetojnë në varfëri të skajshme. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.